Jemi rikthyer, jemi në studio dhe me të vërtetë që e ftuara është nga ato që për mendimin tim ka shënuar një lloj historie shumë të lezetshme. Disa e quajtën çmenduri të bukur, disa të tjerë qeshën, disa e shpërndan masivisht, derisa arritën ta bëjnë videon e saj një ndër videot më virale të rrjetit. Dhe bëhet fjalë për një video që do ta ndjekim edhe pak më vonë të gjithë bashkë, ku rrugëve të Gjermanisë për ta thjeshtësuar jetesën, ndoshta i vuri emra rrugësh ose vendesh në Shqipëri. Keida Driza, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Shumë komplimenta për idenë. Faleminderit. Si nisi gjithë ideja, apo një shaka me shoqesh për të gjetur lokacionin sa më shpejt? Edhe kjo, sepse është pak vështirë të bashkëmend emrat e rrugëve që kanë në gjuhën gjermane, por edhe në një farë forme për të shuar atë mallin e vendit ton, ku jemi rritur. Dhe duke qenë se këto ndërtesa të rrugët në ngjanin pak ndoshta në backgroundin e mendjes time, jo patjetër. Më bën na bën. Ishte ngjashmëri, po. Ishte ndoshta edhe pak ngjashmëri që të bënim këtë lojë dhe sa herë takoheshim me njëra tjetrën. Si rat në një mendje? Ishte në lokacion që ishte kollaj. Ishte kollaj, thjesht do ta quajmë kjo është rruga e Durrësit për shembull. Kjo është e Kavajës. Jo, në fakt ke të drejtë, se dhe ne kur e pam videon më tha, "Ua, fiks, duket si e njëjta ndërtesë." Pallati me shigjeta, po ure tabake, A kishte një emër, kaq të vështirë janë emrat e rrugëve aty dhe një emër që ju nuk e fiksoni dot, nëse e ke fiksuar tashmë? Vështirësia nuk qëndron thjesht aty, më shumë ka të bëjë me përkatësinë. Kur ne kalojmë të ato rrugë, duam të krijojmë kujtime, duam të krijojmë ndjesi, siç kemi në rrugët tona. Po. Dhe ka një gjë që të mos duket që po flasim në ajër, ta ndjekim videon edhe ta shihni dhe ju për çfarë bëhet fjalë. Ne kemi sjell Tiranën në Gjermani, sepse i kemi vënë emër të gjithë rrugëve të këtij qytetit ku jetoj. Njësoj që atë në emrat e rrugëve në Shqipëri. Tani unë kam vështirë të mbaj mend emrat të Mainzerstraße, Müllerstraße. Kështu që për t'ja lehtësuar jetën vetes, kemi menduar bashkë me shoqet e mia që t'i vendosim emrat e rrugëve të Tiranës, rrugëve të qytetit ku jetoj në Gjermani. Për shembull tani e kam lënë për të takuar shoqen tek 15 Kaçi. Do ju tregoj tani sa të afrohem te 15 Kaçi i qytetit ku unë jetoj. Për momentin po kaloj te rruga Kavajës. Kjo është rruga Kavajës këtu, sepse ka këtë pjesën këtu në mes që ka rruga e Kavajës. Kjo këtu është shkolla Qemal Stafa. Kjo pjesa këtu është Astiri, sepse nuk e di pse, thjesht është kjo ura këtu. Këtu është ura e tabakëve. Kjo këtu është rruga e Durrësit. Më pëlqen kjo rruga, edhe nga që kam jetuar vetë rruga Durrësit në Tiranë, më pëlqen ta lidh me këtë rrugën këtu. Tashmë ndodhem tek 15 Kaçi. Ky është 15 Kaçi ku pres shoqën time për të takuar. Kështu ja kemi vënë emrin sepse realisht ngjan shumë me 15 Kaçin, por në fakt janë thjesht zyra. Po kjo më ngjan. Kjo ngjan me atë si ndërtesë që kanë bërë aty përballë 15 Kaçit. Tani le të shkojmë te bloku. Nuk janë aq bukur njerëzit sa që janë me vërtet në blok, por përpiqen të mbahen edhe këtu, të vishën, të shtunave edhe të premteve. Është drejt e blokut, apo këtu. Ndërsa nga mosha që vin nga Shqipëri, këtu ka më tepër njerëz të moshave të mëdha. Ja, këto lokale të cilat janë super bosh tani. Ky është një restorant italian, kanë lounge, por si do shikoni njerëzit janë në punë ose në shtëpi që shkohet jo që mirë, edhe kjo është një berbeshane. Edhe kjo është një Irish pub që mbushet plot me amerikanë, ato është për të hëngër, edhe kjo është një lounge. Pra edhe në qikme të gjiro të shpejta këtu, fantastike. Lokacioni ku takoheni me gocat më shpesh? Po, te bloku. Që është ai blok, si ngjason fare bloku Ja, ton? nuk ngjason vërtet. Edhe kështu nisi e gjitha. Kështu nisi, po. Dhe më pas ti e peshu bë virale, pe që pati reagim nga njerëzit, ishte një gjë që ta deshën shumë këtë spontanitetin dhe edhe sensin e humorit, të thënë në një farë mënyre. Përpos faktit që, se duhet ta përmend patjetër, do të falenderoj publikisht që erdhe posaçërisht për në emision dhe faleminderit shumë se i edhe pa gjumë. Faleminderit shumë për ftesën. Po, mbrëm në orën 3 të natës kam arritur me fëmijë të vogël, me këto vështirësi të udhëtimit.
Edhe u zgjova me shumë kënaqësi për të Pra ke ardhur nga Gjermania. Është e qartë. Por si ke ikur ti në Gjermani? Si kemi ikur në valën e emigrantëve, nuk kam shumë vite, 3 vite kam, më shumë për ta provuar si eksperiencë, jo nga nevoja ose jo nga një vështirësi e caktuar. Dikush nga ju ka qenë, ishte përpara jetonte në Gjermani? Një plot, edhe familjari imja, motra, e cila ka jetuar dhe ka studiuar 5 vite në Gjermani, dhe është kthyer në fakt aktualisht jeton në Shqipëri dhe shumë e lumtur. Dhe madje është në krahun e kundërt ku më tërheq vazhdimisht për të kthyer, sepse kjo është një nga dilemat më të mëdha që kam unë, por besoj që edhe shumë emigrantë të tjerë me të cilët kam kontakt të vazhdueshëm, me mesazhe, më shkruajnë për dilemat e tyre, më shkruajnë për frigrat e kthimit nëse mendojnë të kthehen apo jo. Se e ke këtë dilemë për të kthyer? E ke mbi gjitha nga malli që ti ke për Shqipërinë, apo nga të mësuarit që mbase nuk është mosha e duhur për të mësuar me një emigracion, sidomos kur mbase nuk e ke pasur të nevojshme për t'i ikur? Mendoj që dilema më madhe vjen nga mungesa e përkatësisë. Mendoj për të mësuar, njeriu mund mësohet në çfarë do lloj moshe. Mjafton të ketë dëshirën dhe duhet të mësoj gjuhën, të përshtatet me kulturën, por kërkon është një periudhë shumë e gjatë kohe që ti të ndihesh, dhe ndoshta edhe nuk ndihesh kurrë si vendasit. Prandaj ajo që më bën të kem këtë dilemë shumë është përkatësia, është mungesa e njerëzve të afërm, pavarësisht se atje kam krijuar rrethin tim social, të cilët janë të ngjashëm me mënyrën se si unë e perceptoj jetën dhe se si dua ta shijoj dhe të jap vlera familjes time, fëmijëve të mi, të rriten me njerëz me të njëjtat vlera, por prapse dashuria e gjyshërve është ajo që mungon, dashuria e të afërmve të tjerë, motrës time, vllajt, njerëzve të tjerë. Dhe kjo është ajo që të mban me një këmbë atje dhe me një këmbë këtu. Pra ju ikët me mendimin dhe me mendjen për të kthyer sërish. Duke qenë se ti ishe në profesion, ishe mësuese këtu apo jo? Ushtrove profesionin si mësuese anglishte, dhe ndërkohë atje je ende duke mësuar gjuhën. Po, atje jam akoma në fazat fillestare të çdo emigranti që është mësimi i gjuhës, sepse duhet ta mësosh në një nivel të caktuar për të punuar në profesion. Dhe jam në këto faza akoma, sigurisht që kërkon kohën e saj për të përshtatur siç duhet, por përsëri dëshira është gjithmonë e lëkundur, nëse po bëj gjën e duhur apo nëse jo. E përjetove këtë faktin që këtu ishe mësuese, kishe jetën tënde, ishe në profesion, ndërkohë atje duhet ja nisësh nga zero. E përjetova shumë sepse nga një jetë tepër aktive këtu, nga mëngjesi në darkë me kontakte, me miq, me familjar, me njerëz, shkon atje mbyllesh brenda mureve të shtëpisë, vetëm me fëmijën tënde dhe me bashortin, krijon dhe rrethin social tënd, po kjo do është graduale, nuk është diçka që të shpëtojë. Ditët e para sa herë ke menduar që të kthehesh? Mund të them që pjesa ndoshta e ankthit që ndjeja nga vetmia ka qenë e përditshme dhe e vazhdueshme. Viti i parë gjithmonë më i vështirë është tranzicion emocional shumë i madh. Si përshtatet ti me ftohtësinë gjermane? Me ftohtësinë nuk jam përshtatur akoma, dhe jo me kohën patjetër, por me mënyrën se si janë njerëzit të gatuar, janë pak më egocentrik, më të mbyllur në veten e tyre, dhe sigurisht ndonjëherë përballen njerëzit të cilët janë të huaj edhe me situata jo shumë të këndshme. Ka pasur një ngjarje mbase që ti e veçon gjatë këtyre viteve që ti je atje, një ngjarje që ty të ka bërë të ndihesh veçanërisht jo mirë, pra që ta kesh të ndarë veç mas të tjerave? Mund të them që nuk më kujtohet një ngjarje konkrete tani fiksator kur duhet, ndoshta të vjen se mund të kem disa ngjarje të ndryshme. Më së shumti vetmia në përparqe sa herë që çoj djalin, sado që përflitet shumë dhe idealizohet shumë jeta tepër e qetë, dhe është e vërtetë që është tepër e qetë dhe e sigurt në shumë drejtime, por duhet vjen balancë edhe lumturia, edhe socializimi me njerëzit, dhe të cilat mungojnë. Mund të dalësh ndonjëherë në Shqipëri, paktën eksperienca ime, njeriu nuk kam nevojë të kem një arsye për të ndjerë e lumtur. Pra, thjesht një xhiro në rrugën e Durrësit mund të
të më japi lumturi, ndërsa atje gjithmonë duhet të gjej një arsye, them, ok, sot unë ndjeva lumtur sepse kalova mirë dhe piva kafe me këto miq, ose sot unë ndjeva lumtur, pra duhet të gjej një formë për ta mbushur bushllëkun e vetmisë që ta jep vendi në mënyrë të pakuptueshme. Pra do të bësh pak më shumë sforco se sa mund të bëje nëse do ishe në Shqipëri. Ama duket sikur ka më tepër kohë ndoshta edhe për familjen, për kohën tënde me djalin, se po të ishe këtu, do ishe në punë dhe nuk do ta kishe ndoshta. Sigurisht, ka dhe anë të mira, të cilat këto janë dhe arsyet pse na mbajnë atje, pra anët pozitive të tjetuarit atje. Unë mendoj që çdo kush ka mënyra se si e percepton çdo kush jetesën e emigrim, ka të bëjë edhe me faktin se nga vjen, nga çfarë situate dhe rrethane jetë vjen, sepse çdo kush ka një histori, dikush ka ikur nga një e keqe domosdoshme dhe mund të ndihet te mase i plotësuar dhe i lumtur. Dikush ka lënë këtu diçka për të cilën ka qenë shumë i përmbushur, pra një punë të kënaqshme, një pozicion, sepse njeriu që ndihet i lumtur duhet edhe të ketë një përmbushje edhe në punën që bën. Pra me paket kur do riktheheni ju se që do e bindesh burrin me këto. Burri është më i bindur se unë, po. Vërtet, okay. Balanci ka qenë një herë tërhiq njëri, një herë mos e kput tjetri. Vetëm që hë t'i japim një mundësi, hë t'i japim. Unë jo shumë dhe që janë kthyer. Po pra, është më tepër që ke rastin e motrës tënde. Po, familje. Po, familja në këtë rast çfarë thotë? Çfarë thot mami, çfarë thot babi? Prindrit e mi kanë jetuar në Shqipëri gjithmonë, por prej 4 vitesh kanë bërë një mision ushtarak në Kroaci dhe provuan emigrimin në një formë totalisht tjetër, sepse është komplet me punë, me gjithçka të gati, por aty e kuptuan vetminë dhe ndjesinë e mospërkatësisë. Edhe nga kjo tani nga shtysa më e madhe që kanë qenë për ne për të shkuar në emigrim dhe për të na dhënë atë rrugën e duhur që të shkonin në Europë, të shkollohen fëmijët atje, të keni një mundësi më të madhe. Tani sigurisht që për te malli që kanë si prindër, është dhe dëshira e tyre që ne mendojnë që ne mund të jemi pak më të lumtur këto, se e gjithë lufta që njeriu bën në jetë është që të arrijë lumturinë. Dikush arrin në një formë, dikush në një formë tjetër, secili ka botën e tij, se si e percepton këtë. Patjetër. Dhe ti arrit lumturinë ku të duash, se ti vjen kaq shpesh në Shqipëri sa që arrin ta bësh të balancën në jetën tënde. Faleminderit shumë që erdhe. Ishte shumë kënaqësi. Kur të vendosësh emrat të tjerë rrugës na njoftosh që ta dim, se jo për gjë, por kur të vim në Gjermani ta dim që ku po kalojmë, ti themi të shqiptarizuar ato emra, mos i themi kështu me emra gjerman. Faleminderit shumë që ishte kënaqësi. Faleminderit dhe pushime të mbara. Faleminderit shumë. Ikim në reklama, kthehemi pas pak.